Sekuestroi një supertankeri me 1.8 milion fuqi naft nga forcat amerikane pranë brigjeve të Venezuelës përbën një kthes të paprecedent në qasjen e Shteteve të Bashkuara ndaj regjimit të Nicolás Maduros në administratën e Donald Trump. Washingtoni po sinjalizon jo vetëm rikthimin e presionit ashpër ndaj Caracasit, por edhe gatishmërinë për të përdorur mjete ushtarake në funksion të objektivave të politikës së jashtme dhe energjetike. Ky akt, që zyrtarisht argumentohet si zbatimi i sanksioneve ndaj trafikimit të paligjshëm të naftës, në fakt përbën një mesazh të qartë dhe të shumëfisht. Në radhë të parë, ai godet direkt burimin kryesor të ardhurave të regjimit të Maduros, duke prekur një nyje kyçe të interesave strategjike të Venezuelës, eksportin e naftës drejt vendeve aleate si Kuba, e ndoshta nën sipërfaqe edhe Irani apo Rusia. Së dyti, sekuestrimi bën një demonstrim force ndaj aktorëve të tjerë rajonale e global që vijojnë të sfidojnë sanksionet perëndimore, një paralajmërim jo vetëm për Caracasin, por edhe për Pekinin, Teheranin e madje edhe Moskën. Nga pikpamja diplomatike, kjo lëvizje e re shënon fundin e çdo iluzioni për një normalizim apo lehtësim të tensioneve SBA-Venezuel. Në vend të një qasjeje negociuese, Shtëpia e Bardhë e Trump po imponon një realitet të ri, ku vendosja e kontrollit mbi burimet energjetike të kundërshtarëve shndërrohet në një armë gjeopolitike. Kjo qasje përputhet me strategjinë e njohur të presionit maksimal që Trump aplikoi edhe ndaj Iranit gjatë mandatit të tij të parë. Reagimi i Maduros, që e ka cilësuar operacionin si akt piraterie ndërkombëtare, ka më shumë vlerë për konsum të brendshëm sesa si element pengues. Në realitet, regjimi i tij është gjithnjë më izoluar, me një ekonomi të shkatëruar dhe me një aparat shtetëror të kapur, e interesat e lidhura me trafikun e drogës dhe korrupsionin. Në këtë kuadër, sekuestrimi i tankerit është jo vetëm një goditje ekonomike, por edhe një destabilizim psikologjik për elitën në pushtet të Caracasit. Ndërkohë, kjo lëvizje ka potencialin të përshkallëzojë tensionet në Karaibe dhe më gjerë. Çdo kundërpërgjigje nga ana e Venezuelës, qofshin kërcënime ushtarake, bllokime të rrugëve detare apo orientim më i thellë drejt Rusisë e Kinës, do të shërbente si justifikim për një prani më të madhe ushtarake amerikane në rajon. Kjo prani tashmë është rritur nën petkun e luftës kundër karteleve të drogës, por me sekuestrimin e sotëm, është e qartë se objektivat janë edhe më të gjerë dhe më të drejt për drejt politik. Në planin global, ky incident ngre pyetje të mëdha për të ardhmen e rendit ndërkombëtar, nëse fuqitë e mëdha mund të ndërhyjnë me forcë në det të hapur për zbatuar politikat e tyre sanksionuese. Nëse ky precedent zgjerohet, bota do të përballet me një val të re ndërhyrjesh të njëanshme, ku fuqia ushtarake shërben si zëvendësim për diplomacinë dhe ligjin ndërkombëtar. Dhe me këtë lëvizje, Trump po vendos një vit të kuqe, kur sfidon interesat energjetike dhe strategjike të SBA-s, do të përballet me forcë.